E bën edhe të drejtje ta kriminella. Po I vras njerëzit, po I lën pa bukë. Ke parti me një krim të dali vetë nga molla? We will not be held responsible. Say, bull, anger and independence. Say, no. Forced to live in excessive training this summer. Botërisht dihet se historia shkruhet nga fituesit, por historian të mirë dhe dashurues të historisë së mirë, siç unë kam dëshirë ta quaj veten time, janë ata që I gërmojnë dhe I lexojnë të gjitha anët e historisë. Një nga këto është tema e sotshme. Në qoftë se ju pëlqejnë podcastet e tilla, ju lutem të lini një like, mendimet tuaja në komente dhe ta shpërndani podcastin me miqtë tuaj. Për fansat e zjarrt të Buçi Podcast, kemi mundësi të donacioneve mes PayPal, Buy Me a Coffee apo abonimeve në Spotify. Fitoria e aleatëve në vitin 1945 solli një lehtësim dhe gëzim në mbar Europën. Lufta kishte përfunduar, nazizmi ishte mposhtur dhe kontinenti merrte frym pas një makthi të gjatë. Por, për disa njerëz, ky çast nuk shënoi fundin e vuajtjeve. Për ta, ishte vetëm fillimi I një makthi të ri. Ndërsa aleatët festonin fitoren mbi një regjim gjenocidal, Evropa po hynte në një tjetër fazë dhune, një spastrim etnik që do të prekte jetën e miliona njerëzve të thjeshtë. Vetëm për shkak të mënyrës se si kishin lindur, miliona civil të pafajshëm u dëbuan nga shtëpitë e tyre stërgjyqësore, u privuan nga të drejtat dhe dinjiteti dhe u thuaj se e meritonin atë çfarë atyre po u ndodhte dhe se ishte faji I tyre. Përqindra mira prej tyre e ardhmja po të sillte torturë, përdhunime dhe vrasje. Sot do të flasim për një mizori të harruar që në fakt riformësoi Evropën pas luftës. Spastrimi etnik I mbi 12 milion gjermanëve. Për të kuptuar këtë histori, duhet së pari të kuptojmë një fakt themelor, se populli gjerman ka ekzistuar shumë kohë përpara formimit të shtetit kombëtar gjerman. Gjermania u bashkua si shtet vetëm në vitin 1871, por populli dhe gjuha gjermane kanë qenë pjesë e Europës për rreth 2000 vite. Edhe pse shumica e gjermanëve jetonin në territoret që sot I njohim si Gjermani dhe Austri, pakica gjermane gjendeshin pothuajse në çdo cep të kontinentit evropian. Pas luftës së parë botërore, miliona gjermanë mbetën jashtë kufive të Gjermanisë dhe u shndëruan në pakica etnike brenda shteteve kombëtare të sapo krijuara nga Trajtati I Versailles. Vende si Polonia dhe Çekoslovakia, të krijuara ose rikrijuara pas luftës, nuk ishin të kënaqura që kishin popullsi gjermane brenda kufive të tyre. Dhe po aq të pakënaqur ishin dhe vetë gjermanët që u gjendën papritur në këto shtete. Tokat Sudete në kufirin mes Gjermanisë dhe Çekoslovakisë janë shembujt më tipik. Dhe pse popullsia atje ishte kryesisht gjermane, asaj ju mohua pavarësia ose bashkimi me Gjermaninë. Në vend të kësaj, rajoni u përfshi në Çekoslovaki, ku gjermanët u trajtuan si një pakicë e lënë pas dore dhe në shumë raste e persekutuar hapur. Siç juve e dini, Hitleri e shfrytëzoi këtë pakicë gjermane për të justifikuar zgjerimin territorial dhe krimet e tij në fund të viteve 1930. Bashkimi me Austrinë dhe aneksimi I Sudetëve në vitin 1938 u pritën me reagime të dobta nga fuqitë europiane, sepse shumë prej tyre ranë dakord në heshtje me idenë se gjermanët kishin të drejtë të bashkoheshin, pa e kuptuar ose pa dashur të shihnin se çfarë shihej vërtet pas kësaj politike. Pushtimi I pjesës tjetër së Çekoslovakisë në mars të vitit 1939 tregoi qartë se pakicat gjermane ishin thjesht një pretekst për pushtime të mëtejshme. Megjithatë, për shkak se këto pakica u lidhen ngushtë me fillimin e agresionit nazist, faji I mëpasshëm ju ngarkua atyre. Dhe pse, në shumicën e rasteve, faji I tyre I veçëm ishte dëshira njerëzore për të jetuar së bashku me bashkombasit e tyre. Thjesht ekzistenca e pakicave gjermane filloi të shihej si një nga shkaqet e luftës. Pas rënies së një regjimi që kishte persekutuar dhe shfarosur grupe të tëra njerëzish mbi bazën e racës dhe prejardhjes, shumë kush mendoi se ishte thjesht një drejtësi t'u akthente gjermanëve me të njëjtën monedhë.
Kjo hakmarrje mori disa forma, nga më të famshmet bombardime shkatërruese të qyteteve si Dresdeni apo përdhunimet masive të grave gjermane nga ushtria e kuqe janë ato më të njohura. Por ajo që ndodhi jashtë kufive të vetë Gjermanisë mori shumë pak vëmendje. Të themi të drejtën, aleatët kishin filluar të planifikonin dëbimin e gjermanëve përpara se lufta të përfundonte. Që në vitin 1942, disa nga fuqitë aleate po diskutonin hapur zhvendosjen masive të gjermanëve etnik nga Polonia dhe zona të tjera strategjike, duke parashikuar largimin e pak a shumë 6 milion gjermanë. Megjithatë, me sukseset sovjetike në vitin 1943 dhe ndryshimin vendimtar të rrjedhës së luftës, pritshmëritë për të ardhmen e Evropës lindore filluan të marrin një formë tjetër. U bë gjithnjë më e qartë se Bashkimi Sovjetik do ta pushtonte plotësisht këtë rajon. Në konferencën e Teheranit në vitin 1943, Churchill dhe Roosevelt ranë dakord me Stalinin që kufijtë e Gjermanisë dhe Polonisë pas luftës të riorganizoheshin sipas ashtu quajturës vijë e demarkacionit lindor. Kjo do të thoshte se rreth 4 milion gjermanë që jetonin në lindje të kësaj vije do të duhej të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Britanikët dhe sovjetikët u bën nismëtarët kryesor të ashtu quajturës transferime popullsish. Churchill ishte mbështetësi më i fortë i kësaj politike, duke besuar se ndarja e popujve etnik të Europës nga njëri tjetri ishte mënyra e vetme për të shmangur luftat e reja në të ardhmen. Është ironike që tingëllon pak si politikat naziste, por fatkeqësisht e vërteta. Shumë ndryshe nga multikulti çfarë njohim ne sot. Në një fjalim para parlamentit britanik në dhjetor të vitit 1944, ai deklaroi hapur mbështetjen për spastimin e plot etnik të gjermanëve nga territoret polake. Mendoi se humbjet e mëdha njerëzore të Gjermanisë që ne njohim sot gjatë luftës do të krijonin hapësirë mjaftueshme për të strehuar gjermanët e dëbuar nga vendet e tjera. Gjermanët etnik të Evropës lindore ishin të vetëdijshëm për fatin që i priste. Duke filluar nga dimri i vitit 1944, rreth 4 milion prej tyre nisën të iknin drejt perëndimit, përpara përparimit të ushtrisë së kuqe. Arratisja ndodhi në kushte ekstreme. Gjatë muajve të dimrit, refugjatët udhëtonin me zonave të luftës, në temperatura të ulta dhe pa mjete mjaftueshme, në përpjekje për të arritur territorin e Gjermanisë së sotme. 10 mijëra humbën jetën nga hipotermia gjatë rrugës. Regjimi nazist i konsideronte këta refugjat frikacak dhe nuk u ofroi as mbrojtje as ndihmë. Disa autoritete rajonale madje i shpallën të palishëm largimin e gjermanëve etnik, dhe pse ushtria e kuqe ishte në prag të hyrjes në qytetet e tyre. Si të mos mjaftonte përndjekja, shumë prej tyre u përshkatuan si dezertor dhe tradhtar. Deri në verën e vitit 1945, rreth 100.000 refugjat gjerman mbarinin çdo javë në një Gjermani të rrënuar nga lufta, duke e rënduar edhe më tej barën e miliona refugjatëve të brendshëm. Nuk ishte mjaft ushqim apo strehim për ta. Shumë vdiqën nga uria apo nga ekspozimi ndaj të ftohtit dhe kushtet e rënda sanitare. Në konferencën e Potsdamit, në korrik të vitit 1945, aleatët u detyruan të bien dakord për një ndalim të përkohshëm të dëbimeve drejt Gjermanisë, sepse fluksi i njerëzve ishte bërë i papërballueshëm. Megjithatë, ata rikonfirmuan angazhimin për të vazhduar këto dëbime në një fazë më të favorshme. Spastrimi etnik i gjermanëve u zbatua në mënyra disi të ndryshme nga njëri vend në tjetrin. Në vitin 1942, qeveria çeke në mërgim kishte deklaruar qartë se pas luftës do të kërkonte dëbimin e rreth 1 milion gjermanëve. Duke mbajtur këtë premtim, veprimi i parë i qeverisë çeke pas rikthimit në pushtet ishte heqja e shtetësisë për çdo gjerman etnik, përderisa ata të provonin se kishin marrë pjesë në aktivitete antifashiste ose antinaziste, kur, siç e dim shumë mirë, vetëm një pakicë shumë e vogël ishte në gjendje ta bënte këtë. Pushtimi gjermanik çekoslovakisht kishte qenë vërtet veçanërisht brutal. Nazistët kishin dërguar Reinhard Heydrich, një nga arkitektët kryesorë të Holokaustit dhe një figurë që edhe brenda udhëheqjes naziste konsiderohej si psikopat. Ky ishte dërguar për të drejtuar administratën e pushtimit. Nofka e tij si kasapi i Pragës ishte plotësisht e merituar. Edhe pse ai ishte vrarë në vitin 1942, plagët e pushtimit mbeteshin ende të hapura. Për shumë çek, fitoria e vitit 1945 u pasi një mundësi e artë për hakmarrje ndaj gjermanëve. Autoritetet e reja miratuan ligje gjithëpërfshirëse ndërshkuese kundrejt popullsisë gjermane.
në mënyrë ironike, duke përvetësuar një mjet tipik nazist nga politika antisemite. Të gjithë gjermanët etnik u detyruan të mbanin shirita të bardhë në krah, duke e shënuar me shkronjën N, nga fjala çeke Nemec, që do të thotë gjerman. Gjermanëve ju ndalua të mblidheshin në grupe të mëdha. Të gjitha bizneset në pronësi të tyre u shpërbën ose u sekuestruan nga shteti. Po ashtu, atyre ju ndalua hyrja në parqe publike, trena, restorante, madje edhe ecja në trotuare. Trupa çeke kishin filluar mbledhjen e gjermanëve në Sudetën që në mes të vitit 1945. Dëbimet u kryen me shpejtësi dhe brutalitet. Ushtarët hynin në qytete dhe fshatra, shkonin derë më derë dhe u thoshin familjeve se kishin vetëm 30 minuta kohë për të marrë senet personale dhe për të paraqitur për deportim. Disa prej tyre u dërguan me forcë përtej kufirit të Gjermanisë, ku u lanë të mbijetonin vetë. Të tjerë u mbyllën përkohësisht në kampe përqendrimi ose në kampe pune. Burrat dhe gratë mbi moshën 14 vjeç u detyruan të punonin për shtetin. Kushtet në këto kampe ishin çnjerëzore. Sëmundjet përhapeshin me shpejtësi dhe vdekjet ishin të shpeshta. Shumë kampe administroheshin nga trupa sovjetike, të cilat ushtronin dhunë sistematike ndaj civilëve gjerman. Vetëm nga maji deri në gusht të vitit 1945, rreth gjysmë milioni gjerman u internuan zyrtarisht në territorin çek, dhe qindra mijëra të tjerë do i pasonin. Fatkeqësisht, deportimet nuk mjaftuan për të shuar zemërimin e popullsisë çeke. Masakrat ndaj civilëve gjerman nga ushtar, partizan dhe turma linçimi u bën të zakonshme. Numri i saktë i viktimave nuk dihet, por ekzistojnë qindra raste të dokumentuara, nga vrasje të izoluara familjesh deri në masakra masive. Natën e 18 qershorit 1945, në qytetin Prevrov, 260 gjerman u masakruan nga ushtar çek dhe slovak. Nga këta, 120 ishin gra dhe 74 fëmijë. Po atë muaj, rreth 30.000 gjerman u mblodhen në qytetin Brno. Shumë prej tyre u burgosën në kampet e kolegjit Konitz, kampe të cilat Gestapo i kishte përdorur si burg gjatë pushtimit nazist. Rreth 300 gjerman u varën aty në javët pasuese, ndërsa pjesa tjetër u deportuar drejt kampeve të kufirit austriak, një marrëshim që i kushtoi jetën qindra të tjerëve. Një tjetër masakër e dokumentuar ndodhi në Nushtinat Labem, ku 43 gjerman u qelluan dhe u goditën me bajoneta ose u mbytën në lum nga turma çlirimi, të cilat i fajsuan ata për një shpërthim në një depo municionesh aty pranë. Por mizoria më e rëndë ndodhi ndaj gjermanëve të Zhatecit. Në fillim të qershorit 1945, ata u detyruan të marshonin drejt Postoloprti. Sipas dëshmive të mbijetuarve, ngjarja që ndezi dhunën ishte ekzekutimi i 5 djemve gjerman të moshës 10 deri në 15 vjeç, të kapur duke vjedhur ushqim. Ata u rreshtuan para një muri të kazermave dhe u qelluan. Ky akt u pa si një sinjal i pastër për një masakër më të gjerë. Gjatë 5 ditëve në vijim, mes 800 dhe 2000 civilëve gjerman u vranë. Trupat e tyre u hodhën në varre masive. Në vitin 1948, Çekoslovakia kishte dobuar pothuajse 3 milion gjerman. Ata pak që mbetën do të largoheshin në vitet pasuese. Gjendja ishte e rëndë në Çekoslovaki, por edhe më e tmerrshme në Poloni. Polonia kishte një numër edhe më të madh gjermanësh etnik dhe një armiqësi dhe më të thellë ndaj tyre. Situata u ndërlikua më tej nga humbjet e territoreve lindore ndaj Bashkimit Sovjetik, gjë që la miliona polak të zhvendosur. Qeveria polake kishte nevojë që gjermanët të largoheshin nga Polonia e re në mënyrë që këta polak të mund të vendoseshin në ato toka. Por vendi ishte shkatruar plotësisht nga pushtimet naziste dhe sovjetike. Autoritetet e reja ende po përpiqeshin të konsolidonin dhe të tregonin kontroll real mbi territorin. Si pasojë, Polonia nuk ishte në gjendje të organizonte deportime të sigurta apo të rregullta për miliona njerëz, duke kthyer procesin në një tjetër tragjedi njerëzore. Ndërsa qeveria polake luajti rolin kryesor në organizimet e deportimeve, ajo ndërmori edhe veprime konkrete në terren. Për shembull, rreth 300.000 gjerman u dëbuan nga një brez rreth 50 kilometra në lindje të lumit Oder, për t'i hapur rrugë vendosjes së ish ushtarëve polak. Megjithatë, autoritetet nuk mund t'i deportonin të gjithë vetëm me forcë dhe u mbështetën edhe tek largimi në thonjza vullnetar i gjermanëve. Politika zyrtare e komunistëve polak ishte krijimi i kushteve aq armiqësore ndaj gjermanëve etnik, sa shumica e tyre të detyroheshin të largoheshin vetvetiu. Një komandant i ushtrisë polake u tha hapur trupave të tij:
Detyrat duhet i kryheni me aq ashpërsi dhe vendosmëri, saqë parazitët gjerman të mos guxojnë të qëndrojnë më në shtëpitë e tyre, por një orë e më përpara të largohen me dëshirën e vet. Në praktik nuk u desh shumë për të realizuar këtë. Urrejtja etnike ishte jashtëzakonisht e fortë pas përvojave të tmerrshme të luftës. Shumica dërmuese e 25 milion polakëve etnik e mbështesnin plotësisht dëbimin e gjermanëve nga vendi. Ashtu si në Çekoslovaki, gjermanët fillimisht u grumbulluan me forcë. Miliona prej tyre u dërguan në gheto urbane, në kazerma, në ish-burgje dhe në disa raste në kampe përqendrimi naziste të ripërdorura. Një shtet që mezi arrinte të ushqente dhe të strehonte qytetarët e vet nuk tregoi asnjë mëshirë ndaj atyre që i konsideronte armiq. Uria dhe sëmundjet shkatëruan të burgosurit gjerman, ndërsa dhuna nga ushtarët dhe civilët mori edhe më shumë jetë. Dhe askush nuk e mëshiron këtë lloj persekutimi sesa Solomon Morel. Moreli ishte vetëm 26 vjeç, por kishte shërbyer më parë si rojtar burgu për sovjetikët. Ai ishte hebre dhe kishte humbur prindrit në Auschwitz, çka i jepte arsye personale për të urryer nazistët dhe në sy të tyre edhe gjermanët e thjeshtë. Kur qeveria polake vendosi të rehapte kampin Zagoda, një nën-kamp i Auschwitzit, për të burgosurit gjerman, Morel u pasi njeriu i duhur për ta drejtuar. Ai e ktheu Zagodën në një akt hakmarrje personale. Gratë dhe fëmijët u trajtuan sikur të ishin përgjegjës për Auschwitz. Torturat dhe abuzimet ishin të tilla që përputheshin me përshkrimet më të errta të kampeve naziste. Morel dhe rojet e tij tallishin me të burgosurit për argëtim. Në disa raste i detyronin të ndërtonin piramida njerëzore, mbi të cilat rojet esin duke u shtypur trupat poshtë. Të burgosurve u jepi pothuajse asnjë ushqim dhe nuk kishte asnjë kujdes mjekësor, edhe pse një epidemi e rëndë tifoje përhapej në kamp. Çdo natë të mbijetuarit detyroheshin të varrosnin të vdekurit e ditës në varre masive. Disa të mbijetuar kanë pranuar se urria ishte aq ekstreme sa në raste të rralla konsumonin dhe kufomat. Kushtet në Zagoda ishin aq çnjerëzore sa disa të burgosur hidhin veten mbi telat elektrik vetëm për t'i dhënë fund vuajtje. Nga rreth 6.000 persona të mbajtur në këtë kamp përgjatë 8 muajve të administrimit polak, rreth 2.000 humbën jetën. Vetëm pas viteve 1990 u bë përpjekje reale për ta mbajtur Morelin përgjegjës, por ai u arratis në Izrael dhe nuk u ekstradua kurrë. Vdiq atje në vitin 2007 pa u përballur asnjëherë me drejtësinë. Polonia përbënte pjesën më të madhe të dëbimeve gjermane në Europë. Deri në ndalimin e tyre në vitin 1950, mbi 8 milion gjermanë ishin dëbuar nga territori polak. Megjithatë, jo të gjithë u larguan. Qeveria polake identifikoi disa grupe minoritare gjermanofolse, të cilat konsideroheshin etnikisht polake, edhe pse shumë prej tyre identifikoheshin më tepër si gjermanë. Grupet si Silesianët, Kashubët e Pomeranis apo Mazurët e Prusisë Lindore kishin qenë për shekuj të lidhur me kulturën dhe gjuhën gjermane. Megjithatë, shumicës ju dha shtetësia polake dhe u përfshin me forcë në kombin polak. Polonia dhe Çekoslovakia pan dëbimet më masive të gjermanëve, por edhe vendet e tjera europiane luajtën rolin e tyre në këtë spastrim etnik dhe ato meritojnë vëmendje më vete. Shumica e popullsisë gjermane të Jugosllavisë ishte larguar tashmë në momentin kur lufta përfundoi. Mbritja e ushtrisë së kuqe në tetor të vitit 1944 ishte detyruar shumicën e tyre të iknin me nxehtim. Në fillim të vitit 1945, gjermanat që kishin mbetur u grumbulluan dhe u vendosën në kampe të përkohshme. Disa mijëra të tjerë u përshkatuan nga partizanët komunistë. Rreth 30.000 gjermanë, prej të cilëve afro 90% ishin gra, u deportuan nga Jugosllavia në kampe pune të detyruara në Bashkimin Sovjetik, përpara se Gjermania të dorëzojë zyrtarisht. Në mars të vitit 1945, edhe gjermanët e mbetur u zhvendosën në kampe rurale, të ngritura në fshatra. Ata që ishin fizikisht të aftë detyruan të punonin, ndërsa të sëmurët dhe të moshuarit, si dhe fëmijët, u ndanë në kampe të veçanta. Këto kampe, për të ashtu quajturit jo punëtor, u kthyen shpejt në vendet e errta, të mbushura me sëmundje, uri dhe abuzime të pakufizuara. Deri në 50% e atyre që hynë në këto kampe nuk dolën më kurrë gjallë. Për nga kushtet dhe shkalla e vdekshmërisë, ato përshkruhen me të drejtë si kampe shfarosjese. Fëmijët që i mbijetuan kësaj periudhe u dërguan në jetimore shtetërore ose ju dhanë familjeve jugoslave për birësim. Atyre u ndalohej rreptësisht të flisnin gjermanisht dhe identiteti i tyre etnik u fshi me forcë.
Në fillim të viteve 1950, shumica e të burgosëve gjerman u shliruan dhe pjesa dërmuese u largua përgjithmonë nga Jugosllavia. Deri në vitet 1960, pakicat gjermane në këtë vend u zhdukën plotësisht. Sipas të dhënave zyrtare jugoslave, historianët vlerësojnë se mbi 7.000 gjermanë u vranë nga partizanët, se më shumë se 48.000 vdiqën në kampe, ndërsa 2.000 të tjerë u zhdukën në kaosin e pas luftës sovjetike gjatë dhe pas vitit 1945. Një tjetër tragjedi e veçantë ishte ajo e fëmijëve gjermanë që u ratisën drejt Lituanisë. Shumica e tyre ishin jetim nga Prusia Lindore apo Königsbergu, qyteti i pushtuar nga sovjetikët më janar 1945, me humbje kolosale civile. Rreth 45.000 prej këtyre fëmijëve u larguan drejt zonave rurale të Lituanisë, ku u bën të njohur si fëmijët ujqër. Ata endeshin nga një fshat në tjetrin, duke mbijetuar, duke mbledhur mbetje ushqimore ose duke vjedhur. Shpesh përballeshin me keqtrajtim, dhunë dhe dëbim nga banorët vendas. Shumë prej tyre madje vdiqën nga uria dhe sëmundjet. Por një pjesë, edhe pse e vogël, u adoptuan nga familje lituaneze ku identiteti i tyre gjerman normalisht u zhduk plotësisht. Hungaria dhe Rumania paraqisnin një situatë disi të ndryshme. Si aleatë të Gjermanisë për pjesën më të madhe të luftës, ato kishin pakica gjermane më të vogla dhe këto nuk kishin qenë ndonjëherë burim i madh konfliktesh, si në Poloni apo në tokën Sudete. Arsyeja kryesore për dëbimet në këto vende lidhej më tepër me vendosjen e kontrollit komunist. Gjermanët etnik shiheshin si një rrezik potencial për rezistencë antikomuniste. Për më tepër, ata ishin përgjithsisht më të pasur dhe zotronin shumë toka, sidomos në Hungari, ku prej shekujsh kishin qenë pjesë të elitës shoqërore të perandorisë austro-hungareze. Largimi i tyre do ta lehtësonte ndjeshëm zbatimin e reformave komuniste të tokës. Në konferencën e Potsdamit, gjermanët e Hungarisë u renditën si një nga prioritetet kryesore për dëbim së bashku me ata të Polonisë dhe të Çekoslovakisë. Pas debateve të gjata, më tetor 1945, qytetarëve gjermanë në Hungari ju hoqën të drejtat politike. Megjithatë, Hungaria ishte një nga vendet e pakta që argumentoi kundër ndëshkimit kolektiv. Autoritetet hungareze theksuan se shumica e gjermanëve në vend ishin gra, fëmijë dhe të moshuar, të cilët nuk kishin marrë pjesë në krimet naziste. Pavarësisht kësaj, presioni i aleatëve ishte vetimtar. Hungaria u detyrua të pranonte dëbimin e rreth 500.000 gjermanëve, kryesisht drejt zonës së pushtuar nga amerikanët në Gjermani, edhe pse numri real i gjermanëve në vend ishte shumë më i vogël se sa kaq. Dëbimet nga Hungaria ishin të nxituara dhe shpesh kaotike, por autoritetet hungareze u përpoqën të ruanin një minimum rregulli. Trenat nuk lejoheshin të mbipopulloheshin rënd dhe depërtuarve u siguroi deri diku ushqim, veshje, tek tu ndonjë personel mjekësor gjatë udhëtimit. Rreth 100.000 gjerman u depërtuan gjatë 6 muajve të parë të vitit 1946. Dëbimet vazhduan edhe më vonë gjatë atij viti, por në një shkallë gjithnjë më të kufizuar. Punëtorët e domosdoshëm si minajtorët dhe sejtarët u përjashtuan nga deportimi, po ashtu dhe shumica e gjermanëve të varfër dhe klasës punëtore që kishin mbetur. Megjithatë, deri në momentin kur dëbimet përfunduan në qershor të vitit 1948, rreth 200.000 gjerman ishin larguar me forcë nga Hungaria. Në mënyrë të ngjashme, dhe Rumania përjetoi një proces dëbimes së ndalikuara, por në një shkallë më të vogël. Shumica e gjermanëve u larguan vetë përpara rrëzimit të qeverisë rumune pronaziste në vitin 1944. Në janar të 45-s, Bashkimi Sovjetik ushtroi presion të drejtë për drejtë mbi Bukureshtin për të deportuar 100.000 gjerman drejt Bashkimit Sovjetik, ku do të punonin në kampe pune si formë dëshkimi. Qeveria rumune nuk kishte alternativë tjetër veçse të pranonte këtë kërkesë. Rreth 10.000 prej këtyre gjermanëve rumun vdiqën në kampet e luftës. Tuarit u liruan në vitin 1949, por nuk u lejuan të ktheheshin në Rumani. Në vend të kësaj, ata u dërguan në Gjermani lindore të pushtuar nga sovjetikët. Rreth 40.000 gjermanë që u kthyen më vonë në Rumani gjetën pronat e tyre dhe tokat e tyre të konfiskuara nga shteti dhe të rishpërndara tek rumunët etnik. Trajtimi i gjermanëve fillon edhe përmirësohet ndjeshëm pas vitit 1945. Në nëntor të atij viti, aleatët nënshkruan marrëveshje të reja për të rregulluar procesin e dëbimeve dhe për të ulur numrin e vdekjeve. Ndërsa zemërimi pas luftës dhe dëshira për hakmarrje filluan të zbeheshin, fuqitë kryesore aleate ranë dakord të ndihmonin shtetet më të vogla në organizimin e dëbimeve më humane dhe më të rregullta, të cilat u kryen me dukshëm më pak dhunë e grabitje. Për shembull, nga shkurti i vitit 1946, çdo ditë 2 trena transportonin 2400 gjerman nga
Çekoslovakia drejt zonës së pushtuar nga amerikanët në Gjermani. Të depërtuarve u siguroi ushqim, rroba dhe kujdes mjekësor nga organizata bamirëse si Kryqi i Kuq. Megjithatë, prap mbetej një spastrim etnik. Miliona njerëz vazhdonin të dëboheshin jo për atë që kishin bërë, por për atë se çfarë ishin dhe për gjuhën që flisnin. Kushtet ishin më të mira se sa më parë, por padrejtësia themelore mbetej e pandryshuar. Persekutimi gradualisht përfundon në vitet 1950, por askush nuk u mbajt përgjegjës. Bota nuk ishte e gatshme të pranonte se edhe gjermanët janë njerëz dhe kishin qenë viktima të shkeljeve masive të drejtave të njerëzit. Imi i një realiteti të tillë do të rrezikonte narrativën e thjeshtë të luftës si një përballje absolute mes së mirës dhe së keqes. Vetëm në vitin 1990 kjo temë filloi të merrte vëmendje serioze jashtë Gjermanisë. Por atëherë ishte shumë vonë për gjithçka. Rasti i Solomon Morelit, që u përmend pak më parë, është një shembull i qartë. Pas mbylljes së kampit në Zagod, ai vazhdoi të punonte për NKVD-n dhe autoritetet komuniste polake. Pas rënies së komunizmit, qeveria polake hetoi për krime kundër civilëve gjerman. Por Morel, si shumë kriminalë të tjerë, u arratis për në Izrael, duke i shpërtuar ndjekjes penale. Polonia me ngulme kërkoi ekstradimin e tij, por Izraeli e refuzoi kërkesën dhe e mbrojtja atë deri në vdekjen e tij natyrale në vitin 2007. Në total, rreth 12 milion gjerman u dëbuan nga Europa lindore. Të paktën 500.000 vdiqën si pasojë e sëmundje, dhunës, urisë, lodhjes dhe ekspozimit ndaj kushteve ekstreme, ndërsa disa vlerësime e çojnë këtë shifër edhe mbi 2 milion. Këto veprime ishin përpjekje të qëllimshme për të zhdukur praninë e gjuhës, kulturës dhe vetë popullsisë gjermane nga territoret ku kishin jetuar për shekuj. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që t'i njohim të gjitha anët e historisë, sepse në qoftë se do të ndjekim të njëjtin model ku disa të vërteta thuan dhe disa jo, për shkak se cënojnë narrativën e gjerë, atëherë nuk jemi as pak më të mirë, nuk kemi ndryshuar as pak, nuk e kemi mësuar asnjë leksion nga historia. Unë ju falenderoj që keni ndjekur Buçi Podcast në këtë episod. Ju lutem të lini një pëlqim, komentoni dhe abonohuni në kanalin e Buçit Podcast. Shpërndajeni podcastin me miqtë tuaj dhe nëse keni dëshirë, mund të na lini donacione përmes PayPal, Buy Me a Coffee apo abonimeve në Spotify. Deri herën tjetër, ju falenderoj nga zemra. Bashk, miru dëgjofshim. Buçim në bu, CH, CHI, bu, CHI, podcast.